Shëndetje zonja dhe zotri, një flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jem bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe debatin e sotëm studio. Në sot ka hyrë në fuqi marrëveshja për stabilizim asocim e lidhur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo i di po cilësosi kapitulli i ri në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe përfitim i madh për bizneset kosovane. Një prilli ose ditën e gënjeshtrave, aktivistët e vetëvendosjes e quajtën fest me kësi epiteti, ata u uruan përmes një aksioni simbolik kryeministrit Isa Mustafa dhe presidentit në ardhje Hashim Thaçi. Çfarë po ndodh në Maqedoni pas tërheqjes së ministrave nga qeveria nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, debatojmë sot në studion e Infomagazinës me njohësit e rrethanave në Shkup. Nëse është një prilli, edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me një lajm të vërtet dhe shumë të rëndësishëm për Kosovën, bëhet fjalë për hyrja në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit për Kosovën. U di kjo e nënshkruar nga shteti i ri evropian me Bashkimin Evropian. Në fakt, kjo i di po cilësohet si kapitulli i ri në raportet ndërmjet Kosovës dhe BE-s. Epitetet tilla ka marrë edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili sot vizitoi doganat e Kosovës. Atje ishin prezente edhe përfaqësuesit e biznese, njëkohësisht edhe drejtori i doganave. Çfarë ngjau atje, marrim vesh nga kjo kronikë e përgatitur. Një kapitull i ri i zhvillimit politik, social e ekonomik nisi në Kosovë nga e premtja. Kjo për faktin se një prilli po shënon hyrjen në fuqi të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit. E kjo marrëveshje kontraktuale në mes Kosovës e Bashkimit Evropian, sipas kryeministrit Isa Mustafa, shënon një fazë të re të zhvillimit. Nga sot e kemi mundësinë që prodhuesit kosovar të eksportojnë, përkatësisht të shesin në një treg mbi 500 milion konsumatorësh të Bashkimit Evropian. Fillimi i implementimit të MSA-s për drejtorin e doganave të Kosovës Lulzim Rafuna është një ëndër e këmotshme që është bërë realitet. Këtë realitet dogana e Kosovës do ta bëj edhe më të ndritur duke pas parasysh të mirat që i sjell shtetit të Kosovës marrëveshja e stabilizim asocimit. Ne do të jemi në marrëveshje formale të bashkëpunimit administrativ me 28 administrata doganore të Bashkimit Evropian. Ndërkohë për të parin e odës ekonomike të Kosovës Safert Gëxhaliu, një marrëveshje e tillë ka multidimensionalitet. Sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi politike, sa ka rëndësi politike, ka rëndësi integruese. Një marrëveshje e tillë nuk do të jetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet, besoj që duhet angazhim, përkushtim dhe partneritet në komunikimin publiko-privat. Marrëveshja e stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian është nënshkruar në tetor të vitit të kaluar në Strasburg nga kryeministri Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Presidenti në ardhje i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit mes Kosovës dhe BE-s po shënohet hapi i parë historik në rrugën e antarësimit të Kosovës në familjen evropiane. Ai përpos që ka uruar ekipin negociues, institucionet, bizneset dhe gjithë qytetarët e Kosovës nëpërmjet një postimi në Facebook, ka shkruar se shumë gjenerata e kanë pritur këtë ditë që edhe zyrtarisht të bëhemi pjesë e tregut të përbashkët evropian. Por tani sipas tij na pret një punë madhore në implementimin e MSA-s në çdo sferë të ekonomisë, të politikës dhe të drejtave të njerëzit për të mirën e përgjithshme të shoqërisë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se pret që marrëveshja për stabilizim asocim e lidhur në mes Kosovës dhe BE-s të zbatohet nga institucionet e Kosovës. Kjo marrëveshje sipas saj hap një fazë të re në marrëdhëniet BE-Kosovë dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm për paqe, stabilitet dhe prosperitet në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi. I komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe zgjerim Johannes Hahn ka thënë se mezi e pret ardhin e tij në kryeqytetin e Kosovës për t'ju shpjeguar ndërmarrësve kosovar për përfitimet që mund t'i kenë nga marrëveshja për stabilizim dhe asocim. Kjo sipas tij është një moment historik për marrëdhëniet BE-Kosovë. Ai sipas tij do të ndihmojë Kosovën në rrugën e reformave dhe do të krijojë mundësi për tregti dhe investim.
Ndërkohë Këshilli i Investitorëve Evropian ne ka përshëndetur fillimin e zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asociimi, duke rikujtuar se kjo marrëveshje është mjaft e dobishme për Kosovën dhe rrugtimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Shpend Balia, është shprehur se sipas nenit 98 të kësaj marrëveshje parashihet krijimi një bashkëpunimi mes palëve për të mbrojtur investimet e huaja direkte, duke sjellë një klimë më të mirë për investitorët e brendshëm si dhe të jashtëm, gjë esenciale për rivitalizimin ekonomik dhe industrial të Kosovës. Ai po ashtu ka thënë se janë paraparë dispozitat ligjore për themelimin e divizionit për kontestet lidhur me investitorët e huaj me jurisdiksion për tërë territorin e Kosovës në kuadër të Departamentit për Çështjet Ekonomike të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Por cilat janë efektet e marrëveshjes së stabilizim asociimit tek bizneset, janë gjithë ato pozitive apo edhe ka edhe negative. Në këto momente do lidhem drejt për drejt me studion e hapur ku po qëndron gazetari Fiton Dibrani, i cili do zhvilloj një intervistë me Mërgim Prishtinën, drejtorin e Trefarmit, në fakt për të folur nga eksperienca e tij lidhur me hyrjen në fuqi të MSA dhe ndikimin që do ketë jo vetëm kompaninë e tij, por tek gjithë bizneset kosovare. Fiton, lidhja për juve. Po, kështrim, si që theve ti vetë, sot lajmi ditës për ekonominë kosovare ka qenë hyrja në fuqi e liberalizimit tregut në Bashkimin Evropian. Për të folur për këtë gjë, për efektet pozitive, por edhe negative, të jemi me zotin Mërgim Prishtina nga kompania Trefarm. Atëherë, zoti Prishtina, a mund të na tregoni cilat janë efektet pozitive, por edhe negative për kompaninë tuaj, por edhe për tregun përgjithësi me hyrjen në fuqi të liberalizimit tregtar me Bashkimin Evropian. Po definitivisht sot është një lajm shumë i mirë për ekonominë e vendit edhe për shtetin përgjithësi, për arsye që kjo është një nga kontratat e para ose marrëveshjet e para me Bashkimin Evropian, e sidomos në pjesën ekonomike, që besoj që kjo marrëveshje që sot u fut formalisht në fuqi do të ketë efekte shumë pozitive në të ardhmen e vendit tonë. Nëse ndalemi te efektet, marrëveshja formalisht sot është fut në fuqi, po sipas informatave që unë kam, domethënë MSA-ja në çdo shtet fillimisht futet në fuqi dhe jep një kohë saktuar çdo vendi për të përgatitur ose për të ketë efekte sa më të vogla në dëmet që mund të shkaktojë një vendi. Kështu që efektet e para ne do t'i kemi në vitet në vijim, nuk do të kenë efekt nga sot. Ajo formalisht është fut në fuqi, por efektet do të kenë në vazhdimsi. Kështu që në këtë kohë Bashkimi Evropian i ka lënë kohë Kosovës institucioneve tona që të përgatiten dhe të mirën më seriozisht me efektet e mundshme të kësaj marrëveshje. Nëse shkojmë një nga një ma në anë praktike, unë si produs këtë rast nuk mund të futem në pjesën teorike, po më shumë praktike. Domethënë efekt pozitiv është ne si produs tash Kosova nuk mund të themi që nuk ka produs. Kosova ka produs, bile produs shumë serioz, që çdo ditë edhe po hapon fabrika të reja dhe po lëshohen linja të reja. Kështu që kjo do t'i mundësoj që këto kapacitet instaluese të vendit të angazhohen për prodhimin në kontratë të produkteve të kompanive të mëdha në botë. Kështu që kjo tash mundson edhe lidhjen e kontratat me kompani të mëdha, ka që kontratat që lidhen me kompani mund të ekzekutohen ose mund të kenë edhe mbrojtjen e gjykatave ndërkombëtare, përveç atyre vendore, kështu që ka një garancion plus dhe unë mendoj që jemi real që brendet tona të ketë konkurrencë në Bashkimin Evropian është një gjë shumë e vështirë dhe shumë e pamundshme, sepse kemi punë me ose kemi të bëjmë me kompani globale që brendet që janë me 10 vite në përtregjet evropiane, por përparësi është që tani mund që këto produkte të Bashkimit Evropian të prodhohen edhe nga kompanitë më të vogla. Këto produkte që ne shohim në supermarkete, jemi të dishëm që nuk prodhohen gjitha nga këto kompani, këto kryesisht prodhohen nga kompani më të vogla që punojnë në kontratë. Kështu që kjo do të jetë ndoshta një mundësi e madhe për neve si prodhues që të gjejmë kontrata me kompanitë më dhaja dhe të prodhojmë nën kontratë që do të mundsoj edhe punësim më të madh të njerëzve në vend. Sa është i gatshëm Trefarmi
me hyrë në tregun evropian edhe cilat janë efektet negative që pritni t'i keni ju si prodhues, po edhe në përgjithësi ekonomia e vendit. Po, që se flasit direkt për kompaninë Trefarm, atëherë unë pres që institucionet tona të ndërmarrin masa me njëhershme, për arsye që ne si prodhues ende kemi lëndë para që ngarkohen me tokë doganore, e tash hapëm ndaj një tregu me kompani që kanë tregje botnore dhe ato do të vinë pa doganë në vend, kështu që masa e parë mbrojtëse do të jetë barazime me prodhues në gjithë botën, pastaj të ketë subvencionimet ndryshme. Trefarmi është i gatshëm me njëherë të filloj me aplikimet e regjistrimit produkteve në Bashkimin Evropian, edhe pse ne do të jemi konkurrent, kemi përparësinë e kostos të prodhimit në vend, domthonë dihet që është një kosto, nëse krahasoj me shtetet e mëdha të Evropës, është një kosto shumë më e lirë për prodhim, domthonë labor cost që quhet, është shumë më e lirë këtu dhe po kthehem te ajo që brendet tona, edhe pse në Kosovë janë futur shumë mirë, edhe në rajon po futen edhe çdo ditë, po në Evropë kanë konkurrencshmëri me brendet tona është diçka pak më e vështirë. Mos harrojmë që produktet e prodhuara në Kosovë kanë qenë të liruara nga çdo tokë në Bashkimin Evropian dhe nuk ka ndonjë efekt shumë të madh në këtë aspekt, përveç tjerash që mund të ketë kontrata të mëdha me prodhues tjerë. Ne dim që hapja ndaj tregjeve i ka kushtuar një farë mënyre ekonomisë kosovare përmes CEFTA-s, kur tregu ka qenë shumë i vogël. Sa pritni që kjo t'i kushtoj kur tregu është gjigant, është evropian, është i gjithë mbashëm. Unë shpresoj edhe du të besoj që mos të kemi praktik, të lutem që mos të kemi praktik njëjtë sikur me CEFTA-n. Marrëveshja e CEFTA-s është një nga marrëveshjet që ka dëmtuar më shumë ti ekonominë prodhuese në vend. Edhe po dëmton edhe sot. Domthonë çdo prodhues nga CEFTA mund të sjell produktet e soja lirisht në Kosovë, kurse ne kalojmë barrierat që më lehtë ta dërgosh në Panama ose në Amerikë produktin sesa ta vendos në një shtetin me këtu, shtetin fqinj afër këtu. Kështu që Kosova është në rastin e CEFTA duhet të ketë mësimet e CEFTA që mos t'i përsërit në mësoa. Cilat janë ato që duhet t'i bëj qeveria sipas mendimit tim? Është subvencionimi në forma të ndryshme të prodhuesve. Mund subvencionohen me anë të subvencionimit kamatave të bankës, me subvencionimin e punëtorëve, e cila është më e rëndësishme që në këtë rast e bën Gjermania dhe ka vërshuar me eksportet, është subvencionimi në eksporte. Nëse qeveria jonë fillimisht largon këtu gjitha taksat doganore për lëndë e para, edhe barazon prodhuesin, atëherë duhet koncentrohet urgjentisht në subvencionimin e eksporteve. Dhe kjo automatikisht është një ndihmë shumë e madhe për prodhuesit dhe mund të thonë që produktet tona të shtrihen në tregje më të mëdha. Sasitë mos harrojmë në prodhim, nëse ke sasi të mëdha të prodhimit, atëherë dhe kosti është më i lirë. Faleminderit shumë zoti Prishtina. Kushtrem linja për ju në studio. Faleminderit shumë, isha në lidhje të drejtë për drejtë me Fiton Dibranin, gazetarin e Klan Kosovës, i cili zhvilloi një bisedë me Mërgim Prishtinën, drejtorin e kompanisë Trefarm, dhe ku fol për efektet që do t'i sjellë marrëveshja e stabilizim asociimit hyrja në fuqi e MSA-s karshi bizneseve kosovare. Kryeministri Isa Mustafa gjatë ceremonisë për fillimin e zbatimit të MSA-s ka deklaruar se asnjë kamion nuk do të hyjë nga Serbia në Kosovë derisa nuk arrihet një marrëveshje. Këto komente të kreut të qeverisë erdhën pas raportimeve në media serbe se është arritur marrëveshje që me ndërmjetësimin e BE-s që nga sot në orën 9 të lejon të futen nga Serbia në Kosovë kamionët me materiale të rrezikshme, naftë dhe gaz. Masën reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit naftës dhe gazit, autoritetet e Prishtinës e kanë vendosur më datë 22 mars. Me Isa Mustafën, por edhe me presidentin në ardhje të Kosovës, Hashim Thaçin pati punë sot vetëvendosje edhe atë për ditën e 1 prillit nëpërmjet një aksioni simbolik ata u kujdesën t'u urojnë që dyve në fakt këtë datë për premtimet të papërmbushura. Kjo pankart 40 metërshe përmban premtimet e koalicionit qeveritar, por që asnjë nga to nuk janë përmbushur. E në këtë mënyrë, aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë vendosur t'u urojnë ditën e rrenave 1 prillin kryeministrit Isa Mustafa dhe ish zëvendësit e tij Hashim Thaçi.
Aktivisti Adonis Tahiri tha se qeveritarët e kanë shpërfillur plotësisht komunikimin me qytetarët dhe kanë zgjedhur rënën si urlidhëse mes palëve. Dihet që këta të dy kanë ardhur në pushtet përmes arenave, si dhe po e vazhdojnë pushtetin përmes arenave. E kemi parasysh se përgjatë fushatës, të dy bashkë kanë premtuar 320.000 vendet punës, kanë premtuar dyfishim të buxhetit për shëndetësi. Mendim të njëjtë kanë edhe qytetarët. Rana për ditë ka për kësaj qeverie. Më vjen shumë keq me thonë sepse vetë kom votu. Vetë kom votu ashtu thasin tani jetën e na ka pru një gjendje që s'po dim as vetë ka me majtë, kanë me votu. Një nga ta tha se shpresën për të ndryshuar qeverisja në vend e ka të rinia. Po që është në rajt, dhe kanë me rajt, të këtë tip në rinia kanë me rajt, gjithmonë. Pankarta me si që tha rënat e qeveritarëve që ndroj para qeverisë për rreth 1 orë, aq sa zgjati ky aksion i vetëvendosjes. Kalojmë në arsim dhe flasim për zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Marian Demaj ka marrë edhe zyrtarisht detyrën e rektorit të Universitetit të Prishtinës këtë ditë të parë. Atë e vizitoi Ministri i Arsimit Arsim Bajrami, që dy u zotuan për thëllim të bashkëpunimit të ndërsjellë. Detyrën e rektorit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina e mori edhe zyrtarisht. Ndaj Marian Dema të premtën nga mëngjesi priti mysafir në zyrën e tij. Një nga ta ishte edhe Ministri i Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, Arsim Bajrami. Dëshiroj të uroj profesor Marian Demës pozitën e rektorit. Jemi të sigurt se me përvojën e vet, me kapacitetin intelektual, me kontributin që ka dhënë gjithë jetën në ndërtimin e këtij universiteti, ai ka fuqinë e vet, ka vullnetin që të filloj procesin e stabilizimit të përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës. Përpos kësaj, ai i premtoi rektorit se qeveria e Kosovës do t'i rrisë fondet për Universitetin Publik të Prishtinës. Ndërkaq, Dema u zotua se karshi kësaj përkrahjeje do të qëndroj transparent. Premtimet cilat i kam dhënë në programin e mi tim, mbështetjen e madhe që ma kanë dhënë studentët, stafi jo akademik, stafi akademik, këshilli drejtues ma në fund, më obligojnë që ta jap, ta shkri të gjithë potencialin tim. Në këtë takim, rektorit të sapo zgjedhur ju dha edhe vendimi zyrtari postit që do ta mbaj për 4 vjet. Këtë sukses do të arrijnë me mbështetjen e plotë të këshillit drejtues, të senatit, dekanit dhe gjitha strukturave tjera. Faleminderit shumë. Në të vijmë tutje me informacionet të tjera. Policia e Kosovës ka arrestuar 2 persona në rrugën Malush Kosova në Prishtinë, tek cilët kanë konfiskuar një revolet të llojit blau të kalibrit 8 mm, 250 euro dhe 1075 gram substancë dyshuar narkotike të llojit marihuan. Në Zapon në kryeqytet është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë, pasi që gjatë kontrollit të një veture me targa vendore, në cilin i arrestuari ishte si pasagjer, janë gjetur edhe konfiskuar 35 gram substance dyshuar narkotike llojit marihuan. Me urdhër të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Instituti Demokratik i Kosovës në raportin e ri të publikuar të premten ka thënë se Ministria e Shëndetësisë nuk është as pak transparente sa i përket të fushës së prokurimit dhe një praktik të tillë ka disa vjet që ky institucion po e ndjek. Ky raport i KDI-s tekson se ka analizuar zbatimin e legjislacionit përmes ekzaminimit të kontratave të Ministrisë së Shëndetësisë me citostatik, material shpenzues dhe anti-infektiv, të cilët janë analizuar në faza të ndryshme. Analiza shpërfaq mungesën e transparencës së këtij institucioni si një nga problemet kyçe. Këtë ministria në fjalë arsyetoi me mungesën e kohës dhe kapaciteteve, ka thënë Diana Metushi Krasniqi, e cila është edhe autore e këtij raporti. Po ashtu në raport thuhet se Ministria e Shëndetësisë blen materiale me cilësi të dobët. Dhe kjo është rezultati i mos azhurnimit të listës së banave esenciale, listë kjo e cila nuk i specifikon kërkesat për cilësi. Shkojmë më tutje në lajmet nga rajoni. Parlamenti i Maqedonisë do të shpërndahet më 7 prill, bëjnë ditura
burime të Klan Kosovës brenda partnerëve të koalicionit qeverisës në Shkup. Ky veprim do të ndodhë pas vendimit të Bashkimit Demokratik për Integrim për të tërhequr gjithë zyrtarët e lartë politik nga qeveria e Maqedonisë, ku kjo parti ishte në koalicion me subjektin politik më të madh Macedonas VMRO DPMNE. Të njëjtat burime brenda koalicionit thonë se ka gjasa të mëdha që zgjedhjet parlamentare të mbahen më 5 qershor. Dorëheqja e ministrave të BDI-s vjen pak ditë pas publikimit të incizimeve që përmbajnë telefonatat e përgjuara të Musa Xhaferit, Zëvendës kryeministër në qeverinë e Maqedonisë, dhe Erbira Mehmeti, deputete e Bashkimit Demokratik për Integrim në Parlamentin e Maqedonisë. Për Maqedoninë, më gjërësisht dhe për zhvillimet më të reja atje do debatojmë sot në studion e Infomagazinës bashkë me Qenim Mehmedin, analist politik, dhe Fejzia Ajdarin, botues i gazetës Lajm nga Maqedonia. Por fillimisht do ndjekim edhe një kronik nga lajmet nga arena ndërkombëtare. Do flasim për raportet ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, që dy vendet nëpërmjet liderëve të tyre u zotuan se do thellojnë bashkëpunim sidomos në fushën ekonomike dhe atë bërthamore. Ndjekim detajet nga kronika në vazhdim. Bashkëpunimi në mes të dy ekonomive botërore më të mëdha po rritet. Kjo bë ditur pas takimit të presidentit Amerikan Barack Obama dhe homologut të tij kinez Xi Jinping në samitin e 4 për sigurinë bërthamore. I pari i shtetit kinez tha se duhet të punojnë bashkë në zgjidhjen e divergjencave në mes të dy vendeve, përmes dialogut, në mënyrë që të zvogëlohen keqkuptimet dhe paragjykimet e mundshme. Ai gjithashtu shtoi se vendi i tij është i interesuar që të bëhet denuklearizimi i gadishullit korean dhe problemi atje të zgjidhet me dialog. Sipas tij, duhet të rritet edhe bashkëpunimi në mes të ushtrisë së SBA-s dhe asaj kineze, në mënyrë që të rritet edhe besimi i ndërsjellët. E presidenti Obama deklaroi se SBA-ja e mirëpret një Kinë stabile dhe paqëdashse. Ai e përkrahu transformimin ekonomik të Kinës dhe tregoi gatishmëri për rritjen e bashkëpunimit në mes të dy shteteve. Obama gjithashtu shtoi se stabiliteti ekonomik dhe politik i shtetit aziatik është në të mirët të dy vendeve dhe shpreson që të fuqizohet koordinimin e politikat makroekonomike. Edhe një lajm tjetër përse i takon në Sagës, refugjatëve janë 8 persona që raportohen të plagosur nga përleshjet midis migrantëve në Greqi. Janë përleshjet midis këtyre migrantëve në një kamp të mbipopulluar në qytetin e Pires pranë Athinës, dhe të cilët kanë lënë të plagosur 8 personat. Raportohet se ata janë afgan dhe sirian, cilët kanë qenë të përfshirë në një rrahje 3 orëshe atje ku mija njerëz jetojnë në kushte të rënda. Në ishullin Chios, migrantët kanë thyer një kamp në shenjë proteste, ndërkohë Greqia është ende duke u përgatitur për të nisur kthimin e migrantëve në Turqi në përputhje me një marrëveshje që e ka me Bashkimin Evropian. Shkputemi nga rrjedha e informacioneve për paralajmëruar edhe një debatin studio për situatën më të fundit krijuar në Maqedoni. Pas pak në studion e Infomagazinës bashkë me Qenim Mehmedin, analist politik, dhe Fejzia Ajdarin, gazetar botues i gazetës Lajm në Maqedoni. Pas spoteve publicitare, ju shndroni më tutje me Infomagazin. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës. Në fokus situata e fundit e krijuar në Maqedoni, në fakt çfarë po ndodh atje më detajisht pas një vendimi të Bashkimit Demokratik për Integrim, që është partneri shqiptar i koalicionit, për të tërhequr ministrat nga qeveria aktuale, që është në koalicion me partinë më të madhe maqedonase, VMRO DPMNE. Pse po ngjan një gjë e tillë, çfarë i ka paraprir kësaj dhe cila është situata e fundit ku po paralajmërohen edhe shpërndarja zyrtare, po quaj kështu, e parlamentit për datën 7 prill, ashtu siç ka raportuar edhe sot Klan Kosova. Në studion e Infomagazinës jam me dy njohës mirë të rrethanave
në Maqedoni me analistin politik Qanim Mehmedi nga kraji Mediat, të zoti Mehmedi, mirë se erdhe në studion e Info Magazines. Vezia Hajdari, botuesi i gazetës Lajm në Maqedoni, gazetar njëkohësisht analist politik, mirë se erdhe zoti Hajdari. Mirë se gjithë. Sa po keni mbritur nga Shkupi dhe po bezoj publiku kosovar, opinioni publik është interesuar di se cila është situata më e fundit atje, çfarë po ndodh në Maqedoni, zhvillime dramatike atje. Dhe më thënë, paka shumë opinioni këtu shumë sikur se edhe i atje shumë paka shumë është i njoftuar në përmjet media se pas një skandali i cili ndodhi me publikimin e disa inqizimeve të cilat më duket se janë rrjedhoje atyre bombave të cilat i shpaloste Zaevi, po mirë po tani me një farë mënyrë u shpalosën diku tjetër nga një gazetar Maqedonës, nga Beogradi, bëhet fjalë për hotline sex skandalin ku janë të implikuar dy përfaqësues të lartë Bashkimit Demokratik për Integrim, respektivisht Ermira Mehmeti dhe Musa Xhaferi. Që është zëvendës kryeministri i Maqedonisë dhe një deputete. Njëri i dytë dhe deputetja dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim me ndikim goxha të madh në parti. Gjitha këto zhvillime janë konsekuencë një skandali të tillë? Po flas për dimensionin zyrtar, arsyetimin, justifikimin zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim, megjithëse unë jam i prirur të mos i besoj, unë mendoj se në prapavi ka krejtësisht diçka tjetër, kjo është si një lloj preteksti, mendoj se kjo është lojë e pame e Bashkimit Demokratik për Integrim tani 5 vitet e fundit me vëmëron, ishte rasti pak para disa muajsh, para një muaj e caka. Ishte punë e Kryqit, ne shkruam në median tonë, kemi shkruar disa herë se është, do me thënë, paka shumë skenarin kemi paralajmëruar për skenarin, si që kishim paralajmëruar edhe për skenarin paka shumë të Kumanovës, i cili ndodhi me datën 9 maj dhe na paralajmëruar me 13. Mirë, çfarë pritet të ndodhë, tani, pritet shpërndahet parlamentit që shkojnë zgjedhje të reja, dhe cilat janë justifikimet e palëve? Veprimi, kjo manovra e fundit ndërmjet Bashkimit Demokratik për Integrim është e koordinuar mirë me VMRO-n dhe për qëllim ka betonimin e datës 5 qershorit. 5 qershorit, pikërisht për atë sepse VMRO edhe BDI janë të bindura se gjithnjë më tepër po bie rejtingu i tyre. Ato për rejtingun flasin edhe matjet e fundit, 2-3 anketat e fundit me relevancë që ishin në dhe më thënë disfavor të BDI-s. Mendoj se qëllimi është të betonohet data 5, dhe më thënë 5 qershori që të mbajnë zgjedhjet. Po cila është rëndësia? Pse 5 që është i rëndësishëm? Pse po insistohet në të? Sepse është përcaktuar 5 që? Po, 5 që është përcaktuar edhe dy partit në qeveri insistojnë sepse lista e tanishme zgjedhore, do me dhënë par regullësi që ngërthen ajo në vete, i mundsojnë një luk stil që edhe këto zgjedhje t'i fitojnë ato. Për këtë që po them une, për par regullësit, zërin dhe alarmin e kanë ngritur sidomos ndërmjetësuesin ndërkombëtar në bisedimet ndërmjet të 4 liderëve politik Van Hojten, i cili tha, në këtë rrethana nuk ka mundësi absolute të marrën zgjedhje korrekte dhe demokratike. Prandaj duhet periudhë të paktën prej 2 viteve me anë të një qeverisë. Mirë, është situata e tensionuar, para se t'jap fjalën zotin Mehmeti, është situata e tensionuar në Maqedoni, është vetëm me gjuhën, me fjalorin politik, çfarë janë këto përgjime që po... Nëse e keni parë versionin e fundit, sa po unisa atëherë kur më morët në telefon, erdhe dhe në redaksi erdhe dhe kumtesa zyrtare, do me thënë justifikimi zyrtar i BDI-s për veprimin këtë fundit për të reje. Dhe me thënë, ndërta tjera, ajo që më bëri për shtypje, me tensionin cilën e përmendet ju, thot, për veprimet e më të tjeshme nuk do të marrim në përgjithësi. Edhe këtu më duket se është ai lepori ku fshihet. Mirë, zotin Mehmeti, si e shihni ju situatën e fundit? Për mua tërheqja e ministrave të BDI-s nga qeveria e Maqedonisë përfundimisht është një akt shumë i vonuar. Kjo është dashur të ndodhet spaku para Kumanovës. Tani më është e qartë se tërheqja ministrave nuk ka të bëj shumë me skandalin që flitet e përflitet, ma shumë si show medial, se sa si ndonjë problem real në fundit, jo të arsjetot diçka, po ata janë probleme marginale që nuk kanë të bëjnë me esencën e jetës politike shqiptarëve të Maqedonisë. Problemi është gjetiu. Si po i bie kjo, zotin Mehmeti, ky skandal
i publikuar i përgjimeve është marginal, po quaj kështu ndërmjet dy zyrtarëve të lartë qeverisë. Janë zyrtarë të lartë, por megjithatë janë biseda intime në mes njerëzve edhe nuk përveç aspektit moral, që mund diskutohet pesha në aspektin moral, aspektet të tjera nuk përfshin ky skandal, realisht. Ky skandal nuk e ndryshon karakterin e shtetit të Maqedonisë. Aty diçka negociata u përmendën diçka. Mirë, në rregull. As nuk i rregullon raportet ndëretnike shqiptaro-maqedone, as e ndërron karakterin e shtetit, as vendos për caktimin propërëndimor të Maqedonisë. Këto janë 3 segmentet të cilën thyen shpatat në Maqedoni. Tërheqja e ministrave, unë mendoj që është bërë edhe për shkak se këtu ka mund me pas dikim skandali. Ali Ahmetin, kryetari i BDI-s, sigurisht nuk ka dashur që ta tërheq vetë mikun e tij të vjetër Musa Xhaferin prej postit zëvendës kryeministrit, edhe i ka tërheq ministrat. Sa morë vesh unë kështu kuluare dhe atjen të tohë, kryesia e BDI-s ka kërkuar tërheqjen e Musa Xhaferit, Ali Ahmeti nuk është pajtuar, prandaj kanë marrë një vendim për tërheqjen e krejt ministrave. Vonë ose heret, tërheqja e ministrave, tërheqja e BDI-s për qeverisë Maqedonisë ka qenë një akt i domosdoshëm në radhë të parë moral, pastaj politik dhe një domosdoshmëri e asaj që ka ndodhur që 25 vjet me shqiptarët Maqedonisë. Çfarë dëshmon kjo publikimi i biseda, për arsye se kjo u bën një temë debati, sidomos në rrjetet sociale, mbase mediat nuk e kanë trajtuar në Prishtinë shumë ashtu sikundër që edhe në Shkup për shkak të një ligji që ekziston në Shkup në fakt edhe një marrëveshje politike atje. Çfarë dëshmon fakti i përgjimeve, që do të thotë se është vetëm një nisje që mund t'ua publikojnë shqiptarëve të tjerë dhe gjëra të tjera. Përgjimet bëhen gjithkund, edhe përdoren sipas nevoja. E dyta, kjo dëshmon se ne kemi një elit rrugaçe në jetën tonë politike. Dhe kjo në aspektin moral është shumë e rëndë. E treta, kjo dëshmon se lidershipi politik në Maqedoni, në krahasim me opinionin e gjerë publik, nuk merakoset shumë për skandale këtilla morale. Se po të vepronte sipas një norme morale që ekziston në opinion, ose në elektorat, qoftë në elektorat të BDI-s, atëherë me njëherë nuk këshën kaluar 24 minuta, Musa Xhaferi është dashur të tërhiqet bashkë me Ermira Mehmetin prej jetës publike, por kjo nuk po ndodh. Ama, pandashish për këtij skandali, tërheqja e ministrë, tërheqja BDI-s për qeverisë Maqedonisë, do të bëhet, edhe kjo është ditur që do të bëhet, është për keqardhje që është bërë shumë vonë, tani më kur Ali Ahmeti më në fund e ka kuptuar se zgjedhjet e ardhshme duhet të fitojnë partia aktuale opozitare. Për këtë mendoj se ka përkrahjen e fuqishme të huaj për të faktorit dhe punëtar. Zoti Ahmeti e ka ndruar partnerin, po e quaj kështu. Varet partneria, varet partneri edhe varet elektorati shqiptar çka do t'i jap Ali Ahmetit. Problemi i shqiptarëve të Maqedonisë, le të më lejohet ta them, është ky. Ashtu si edhe këtu në Kosovë që nuk ka alternativa, atje edhe më pak ka alternativë. Ruaj këtë për pjesën e fundit, çështjes së alternativës dhe fuqisë potencës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Hajdari nuk u pajtua për çështjen e përgjimeve. Në fakt, kur konstatoi zoti Mehmeti se është një çështje margjinale. Jo që kolegu im, zoti Qani Mehmeti, nuk i njeh këtë punë, i njeh edhe shumë më mirë se unë, mirë po me siguri nuk e ka dëgjuar detajisht atë pjesën e incizimit, sikur që kishte edhe disa almalame apo kush ishin... Ka patur shumë reagime nga Prishtina. Po, kjo ishte, dhe me thonë, gjithnjë në mbrojtje, them avokati për mbrojtjen e moralit, por për diçka tillë nuk bën fatkeqësisht kur nëna shqiptare gjatë rastit monstra tërhiqej asnjë almalame, as nga Tirana nuk reaguan fatkeqësisht, edhe tani në mbrojtje të moralit. Por nëse duhet mbrohet nga gjithë ky skandal, mendoj se nëse më lejohet ta them, do ta them, duhet mbrohet bashkëshortja e Musa Xhaferit dhe jo Ermira dhe Musa Xhaferi. Duhet të them diçka tjetër këtu.
koincidon diçka, koincidon. Ermira në paraqitjen, pas skandalit, në paraqitjen thot, unë qenë në janar, kështu tha, në qenë në janar e kam dëgjuar këtë incizim. Ka thënë se është shantazhuar. Po, edhe dëgjoni me vëmendje. Vazhdimisht është shantazhuar. Dëgjoni me vëmendje. Ermira, nëse ju kujtohet, nuk e votoi në Strasburg, nuk e votoi rezolutën, po. Debat tjetër ajo. Po, ndërlidhen disa gjëra. Ermira një javë para kësaj ndodhije kishte Toni Naumovski, au votua, au mbështetën Toni Naumovskin, të them kushtimisht Shesheli i Maqedonisë. E votuan në Komisionin për Antidiskriminim. Aja është një anti-shqiptare përbetuar. Edhe justifikimi, sepse mediat me njëherë atje, ato që ishim, filluam sulmet ndaj Ermirës se pse votuat. Justifikimi sa. Disa gjëra na shantazhojnë po na bëjnë. Edhe përputhet tani. Do me thonë, ajo janarit përputhet. Apo shantazhojnë politikanët shqiptarë në Maqedoni? Po përfundimisht që shantazhojnë në rast se janë pjesë... Kush po i shantazhon? Me siguri i shantazhojnë shërbimet, sepse... Ose shantazhojnë njëri tjetrin? Po, në rast se unë dhe ty kemi bërë diçka, do të na shantazhojnë, natyrisht, ato i dinë, sepse tani ato fatkeqësisht këto inqizime i gjenë Prishtinë kudo. I gjenë Bit Pazar në Shkup, i gjenë kudo. Neve din çfarë na bëjnë? Unë mund t'ju dëshmoj tash mas emisionit çfarë më kanë nisur në telefon, me numra sekret nisin. Gjitha dëshmona këtu në emision derisa jemi live. Po, pikrisht atomi. Ka raste ku flasin Ali Ahmeti, ka raste ku flasin me Musa Xhaferin për baban Edmondes, diçka gjëra tjera, po ka raste edhe shumë tjera që për hir të audiencës që keni ju nuk mund të them sepse e përmendat ju ka një ligj që unë nuk më lejohet ato të publikon. Mirë po them fatkeqësisht ato kanë mritur edhe në duart e njerëzit më të thjesht në Bit Pazar. Kanë mritur, unë këtu kisha rastin disa mi ofrojnë, doj blejnë. Po çat blej, kur unë kam ligjin atje që më ndalon të publikoj të njëjtat. Për ç'm duan mu? Ti dëgjoj unë. Çfarë do të thotë kjo, zoti Mehmeti? Fakti që po përmend zoti Hajdari, po. X shërbime të sigurimit shtetit Maqedonisë, ja kanë dhënë një gazetari që nuk është i Maqedonisë, do thotë është i Maqedonisë, po nuk jeton atje. Nuk jeton atje, do thotë ka fuqi mbrojtëse, ka edhe masa mbrojtëse që mos të përgjigjet para ligjit, para atë që ka bërë. Mediat Maqedone nuk e publikojnë sa di unë, nuk e publikojnë skandalin mediat Maqedone, jepet vetëm në rrjetet shqiptare. Portalet nuk janë botu. Portalet nuk kanë botu. Këtë incizimin jo. Nuk është botuar as në portale, nuk është botuar as në gazeta, për arsye se ekziston një ligj, por atë s'ka mundur ta ndaloj askush nga YouTube ose nga faqe tjera, po në rrjetet sociale. Shiko, qëllimi është arrit. Ai botun këta nuk e botuar, qëllimi është arrit. Ata kanë gjetë metoda dhe instrumente që kjo është pasoja, zoti Mehmeti, kjo është pasoja. E dyta, gazetari, edhe e ligjin që është i gabushëm, gazetari nuk mundesh, jam kundër asaj që gazetari kufizohet të hulumtojnë në të bërët edhe të pabërët e njerëzve që kanë përgjegjësi publike. Ju do e publikonit në fakt atë procesit do ekzistonte një ligj? Si kryeredaktor do ta botojë. Do ta botojë. Absolutisht do ta botojë. Ky paraqet lajm për juve. Ky paraqet lajm për mua. Përfundimisht që paraqet lajm përderisa bëhet fjalë për njerëz që legitimitetin e kanë marrë nëpërmjet votës time. Po, publikuar mediat Maqedoni. Po, nuk do të ju nuk e keni publikuar. Frikën paralit. Unë mënyrë hipotetike po flasim. Në rast se nuk do të kish edhe ashtu edhe unë mendoj që këtu ka një hile. Mediat Maqedoni jo që frigën atë shumë prej ligjit, sidomos ata Maqedone, se ka raste që kanë thyer ligjin me 4 këmbët dhe shumë më të rënda. Kjo flet për kontroll. Po, jo. Kjo flet që ata fajnë është dashme e lënë shqiptarëve, shqiptarët e kanë bërë, shqiptarët e publikojnë Prishtina, e publikojnë Tirana, e publikojnë edhe sot po bisedojnë, vend që bisedojnë ka do shkojnë punët Maqedoninë, po bisedojnë për skandalin të vërtetë. Skandalin që ndodhi ky skandal në jetën absolutisht e thash moralisht është i papranueshëm, po në jetën e qytetarëve a ka ndodhur, a nuk ka ndodhur, nuk dëshon kur gjë. Mua më intereson në jetën e qytetarëve në përgjithësi, edhe në raportet etnisë shqiptare atje. Çka ndryshon ky raport me kur gjë?
Këtu është e keqe, sepse neve nuk po na lënë të merremi me problemet reale të cilat i kanë shqiptarët. Janë pikërisht faktori politik BDI edhe VMRO, cilat koordinojnë dhe inskenojnë incidente për të marrë me incidentin. Ja, fjala bie puna e Kryqit dhe Shqiponjës. Ishte absurdi më i madh. Thjesht e pjollën. E pollën një incident. Shqiponja nuk është kundër Kryqit, ne jemi popull me 3 fe edhe kjo një abuzim me ndjenjat fetare të njerëzve. Po përfundimisht, në për këtë ne kontekst po e them, letven ku dun Kryqe, le të besojnë sa kanë qef. Nuk ishin shqiptarë kundër Kryqit, absolutisht jo. Po këtu e kam muhabetin. Është abuzim me opinionin e problemet cilat i inskenojnë Po ashtu në të cilin Ermira Mehmeti e murë stafetën atje në Shkup se po bën punë të madhe në ato demonstrata, pavarësisht se kështë hes veprimtari në partinë e BDI, se kështu me radhë. Unë pajtojmë me ty që mas një shantazhimit të gjatë, që duhet me hullumtu tani që janë bërë deputetës, qoftë në Parlamentin e Evropës, qoftë aty në Parlamentin e Maqedonisë, tash ti s'kanë më që ka të marrin prej saj edhe e kompromitojnë publikisht. Tash ti unë nuk jam fallgjur të shoh çka ka ndodhur, si ka ndodhur. Po është ideja është në fakt ky skandali i pari mund të ketë esenciale, për se janë paralajmëruar edhe të tjerë. Është esenciale veprimi i BDI-s çka tash. Shifet për mua shifet qartë që me këtë skandal edhe shërbimet e huaja duan të adopsojnë BDI-n, Ali Ahmetit në zgjedhjet e ardhshme. Do lejoni ta them unë çfarë mendoj? Po. Ja këtu para audiencës. Unë mendoj kështu, se tani do të ketë një incident tjetër. Dha Zoti kurrë mos ndodh. Do të doja, do dëshiroj me shpirt nga niseni për ta. Sepse ajo pikërisht, ajo pjesa që thash pak më parë. Ne nuk mbajmë për zhvillimet në të ardhmen. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për zhvillimet në të ardhmen. Kush është ne? E vonshme. Flas për kumtesën e BDI-s. Unë kam frikë se do të inskenohet do një incident i tipit jo, mos dhash Zotit ndodhe Kumanova, sepse e dini, paka shumë e dini rrethana. Mos dhash Zotit ndodhe edhe ajo situate tensionuara ku me natë të tëra nuk flenim as në Shkup. Flas për punën e Kryqit edhe Shqiponjës. Se ishte tamam situatë artificiale, tensionet ngritura artificialisht. Populli nuk ishte për t'i ngritur ata. Problemi është që në vend që diskutohet, në vend që raportit të jetë çfarë shteti duhet të jetë Maqedonia, tani del ka dalë problemi po zbret me skandalet të ndryshme në raportit ndërretike shqiptar-maqedone. Është e vërtetë se Maqedonia është një shtet me probleme të pasgjidhura, qoftë në aspektin e brendshëm ndërretnik, qoftë në ndërkombëtar, dhe këtu duhet diskutohet. E jo se ne do të hyjmë në konflikte me Maqedonë asnjë nevojë. Unë jam kundër kësaj. A adopsojnë këto zhvillimet fundit BDI-n dhe në fakt kujt i shkon, po e quaj kështu në favor tek tabori shqiptar politik. Po pikërisht pse këto e adopsojnë, unë jam i prirur të mendoj se ato do të dalin atë fushën ku luajnë më smirti. Domethënë të inskenojnë, të krijojnë një incident artificial, pak a shumë i ngjashëm me këtë punën e Kryqit dhe Shqiponjës. Unë mendoj se ato gjithmonë kanë dëshmu se kjo është fusha të mundshme, po nuk është të thonë që domos do të ndodhë. Po them, unë në mënyrë hipotetike thash. Po e them, hipotetike. Mora shkas pjesën e dytë e... A adopson BDI-n ose jo? Këto zhvillimet fundit, këto skandale. Dhe kujt i shkojnë për shtatin, në fakt. Përfundimisht. Kur flasin për taborin shqiptar. Përfundimisht që këto e dopsojnë, nëse aludoni të inqizimi i fundit i cili u publikua, përfundimisht që e dëmtojnë. E dëmtojnë. E forcon një parti tjetër, e forcon partinë e Menduthashit, partinë demokratike shqiptar. Po, sikur kishte një alternativ pak ma serioze. A ka alternativ? Unë mendoj se mund quhet alternativ vetëm në rast se opozita shqiptare bashkohet atje. Kështu si që është parcializuar, biles unë kam pas disa shkrime radhësi, kam kritikuar. Pra po i bie që s'ka alternativ BDI-ja. Kështu po i bie sipas juve. Po nuk është që s'ka alternativë. Alternativë ka, mirë po ajo alternativa opozitare, flas për 3 partitë politike opozitare, duhet bashkojnë dhe duhet jenë shumë më aktive në jetën e përditshme politike. A ka alternativë BDI-ja, zoti Mehmeti? Unë mendoj si alternativë vetëm këtë krahun e seles të PDSH-s, që mund të jetë një alternativë, asnjë tjetër. Unë jam kundër që... është parti minore.
është parti minore, po në konsolidimit e sipër dhe vetënja që ka një program për cilët vlen të votohet. Është lëvizja për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, paka shumë lëvizja për reforma i prind Ziadin Sela, i cili është ndarë nga Partia Demokratike Shqiptare, për gjitha ata cilë se din, po. Krau, partia me Mendu Thaqit e ndarë në dysh, ashtu se e banë këta me Partinë e Prosperitet. Po pavarësisht për kësaj, kryetarit Strugës, pavarësisht për kësaj, unë e shikoj në planin ndërnacional Maqedoni si parti e vetme që mund të bëjnë diçka. Këto partit tjera jam kundër bashkimit për shkak se programet e tyre janë diametralisht kundërta. Do të them këtu në studion tënde, një parti, si që është Besa, e cila ka një program me një ndikim absolut dhe me financim të Turqisë. Shqiptarët në Maqedoni i vend në pozicionin të presin degën ku kanë vunë këmbën. Ne jemi të përcaktu derim tani qartë, përcaktime jonë janë euro, përcaktimet e shqiptarëve të Maqedonisë janë përcaktime euro-atlantike. Pse s'punohet sa duhet, si duhet në këtë rrugë të gjatë të vështire, shofim edhe në rastin e Kosovës, po edhe në rastin e Shqipërisë. Ama nuk ka faktor politik derim tani i cili nuk dëshiron integrime euro-atlantike të Maqedonisë. E kundërta është me faktorin politik Maqedon. Po, le të dalim tek faktori politik shqiptar, thotë ka, po e quaj kështu një degë që vjen nga, me ndikim nga Turqia, kështu po i bie, kur i referua partisë Besa, zoti Hajdar? Jo, unë nuk kam informacion tillë, se ka parti opozitare cila financot të paktën, flasun për fakte, argumente, nuk di. Atë që e them se as një parti politike, as opozitare flasë gjithë një për RDK, kjo e Selës, Lëvizje për Reforma dhe Besën. As një parti politike opozitare, me këtë potencë dhe aktivitet politik. Se zotin Thaqi, pëdëshën nga... Kalëm për Shqipë se ma shumë anon nga BDI-a si sa nga opozita. Me gjithë se kjo në të ardhmen me zhvillimit e fundit mund të riparohet. Flasë për këto tre subjekte politike. Në rast se nuk bashkohen, cila do qofta jo, nuk e rrezikon të pak të më flasë në rast se mbahen, hipotetikisht zgjedhet me 5 qershor. Nuk mund të rrezikoj as njëra pavarësisht këtyre skandaleve dhe BDI. Nuk mund të rrezikoj, po edhe opozita bashkuar me programe diametralisht të kundërta, çka lyp në qeveri dhe çka mund të fitoj shqiptarët atje? Po ja një shembull tjetër. Veç me ndërru njerëzit? Ali Ahmeti deri dje ishte me këtë parti, sot është me partin, po themi, e djathtë, VMRO-ja vlenë si parti e djathtë. Deri par dje ishte me LSDM, që është e qendrës. Ofensiv. Edhe në Maqedoni dhe Kosovë nuk dihet ma kush është e djathtë as e majta. Maqedoni është qeveria BDI VMRO. Për të rënu kjo qeveri, shqiptarve ju nevojitet energji, shqiptarve faktorit politik shqiptar i nevojitet një aktivitet shumë ma intenziv se kjo deri tani, sepse kështu, si që është i partë... Se SDE si qëfar të mira u solli shqiptar. Partia opozitare, po flas aktualisht. Ne do të konsolidojnë vetë vetën. E për te nuk bisedojnë. Ne do të kemi platformë qartë. Jo, kisha të BDI-ja. Her ishte me djastën, her ishte me të... Po edhe djastë dhe majtë është shumë e diskutushme. Përfundimisht nuk ka profil të në vendet duhet të bëjnë koalicion të partit më të mëdhaja. Të djatët janë të majtë. Ky është debati pafund që nuk na sjell asnjë gjë, po është ideja që në Maqedoni duhet të bëjë koalicion partia më e madhe e Maqedonisë me partinë më të madhe shqiptare. Dhe kështu i bie. Dhe ka rastisur të jetë VMRO-ja bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim. Ndryshe nuk funksionon. Ka rastisur për shkak se ata i fitun zgjedhjet dhe këta i fitun shumicën e deputetëve të parlamentit. E din çka do të ndodhë? Jemi në këtë pjesë të fundit, po e quaj kështu, të debat, a rrezikon Maqedonia një përplasje ndëretnike përsëri zoti? Rrezikon edhe ndëretnike edhe politike, po para kësaj desha me thënë diçka. A din çka do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht si mbahen, çfarë rrethanash mbahen? Faktori ndërkombëtar ka vu pikën mbi i. Trupi elektoral në Maqedoni është trup falsifikat. Pa u korrigjuar më shkruan një gazetar nga Shkupi në fakt që shpeshherë është edhe këtu
në studion e Info Magazines, zoti Arben Ratkoseli thotë si është e mundur që në krejt botën opozita kërkon zgjedhje, ndërsa në Maqedoni këta e bëjnë të kundërtën. Pozita, në fakt, kërkon zgjedhje. Pozita kërkon zgjedhje se mendon që pozicionet tani ka më të fortë. Ti përgjigje pozita ti ku përgjigje elektorat. me këtë listë zgjedhore unike që e ka Maqedonia, që e din Arbeni shumë më mirë se unë, po? Me këtë listë zgjedhore që ka, vëmëron dhe BDI-n, as Angela Merkel e CDS-u nuk e fiton. E patju të ambasada Amerikës ka 12 me adres. Të ambasada Amerikës ka 12 persona në adres të ambasadës Amerikës. Doli me një shtëpi atje ku nuk banon kurkush, 123 apo 7 ishin votues fiktiv. Po sa ka shumë votues fiktiv në Maqedoni të pjesa shqiptare për arsye se Maqedonia është ndarë në zona. Që duhet ndryshime këtë nuk diskutohet. BDI është që 15 vjet në pushtet me disa edhe që mirë po nuk është fajali Ahmeti as BDI që shqiptarët nuk ditën të konsolidojnë dhe të krijojnë një opozitë serioze në pika esenciale. Po fajnë më të madhe ka megjithatë Ali Ahmeti, 15 vjet në pushtet dhe të tablohesh kështu si çfarë të bën ai? Fiton zgjedhje, çfarë të bën ai? Të tërhiqet duke fituar zgjedhje. Po, prapë po kthehemi te e njëjta. Me këtë listë zgjedhore, ata mund ta fitojnë gjithkënd. Me këtë listë zgjedhore ku ka 200.000, 300.000 u spekulu, nga se ekspert nuk flas nga veti, sepse numri i Maqedonasve unë dyshoj se është aq i madh. Nuk mendoj kur se numri i Maqedonasve është. Domethënë, është i fryrë numri i Maqedonasve, i shqiptarëve jo. Është një sekret publik. Që janë dikur 300.000 vota në Maqedoni, fiktive, cilët partit edhe pozitare, edhe opozitare maqedonase manipulojnë me shifrën varësisht si dëshirojnë ato t'i ndajnë. Edhe kjo një sekret publik, cilët Maqedoni nuk e thot kurkush, po që dihet. Tani faktori ndërkombëtar thotë, hajde të shohim ato lista zgjedhore, është enorm numri, një popullsi për 2 milion të ketë 1.700.000 votues. Po, hajde tezën e fundit ta nxjerrim në 2 minutat e fundit të debatit, ndrrimi i mundshëm i partnerit në koalicion qeverisës, për shembull nëse hipotetikisht Bashkimi Demokratik për Integrim do i fitonte zgjedhjet e ardhshme, do e fuqizonte, po quaj kështu BDI-n në fakt si faktor shqiptar, marr parasysh se kemi një rënje, po quaj kështu të vëmëros ose një ngritje, po quaj të partisë opozitare që është e Zoran Zaevit, ai i cili nxorri përgjimet për gjithë ata. Nuk flasun për Maqedonasit, sepse për mua në fundit, ndoshta do ta them kështu, Maqedonasit edhe Zaevi në rast se vjen do ta bëj pak a shumë në rast se i krijohet mundësia hapësira politike, do ta bëj pak a shumë të njëjtën. Po më varet te njerëz te kuadri shqiptar. Po, pikërisht atje. Po varet edhe sa është fuqia e partnerit Maqedonas në parlament, shembull nëse i kanë ata 60 deputet është pak problematike. Për arsye se ata kanë mundësinë 61 e kanë mundësinë vetë ta krijojnë qeverinë ose unë për mua kryeministër ka qenë Ali Ahmeti dhe jo flas de facto jo de shqiptarëve kryeministër. Po. I shqiptarëve ka qenë Ali Ahmeti, jo Gruevski, sepse në fundit ne shqiptarët ja kemi dhënë Ali Ahmeti dhe shqiptarëve ja kemi dhënë votën. Dhe ku është morali tash t'ja japim. Jo, dhe Zaevi mori goxha votat shqiptarëve. Po përfundimisht, flas në përgjithësi kështu, në globale flas. Edhe duhet te kjo perspektiva në rast se do të vijë Ali Ahmeti aty. Unë pargje e publikova një shkrim, e ripublikova, në fakt, cilin e kisha shkruar dal te pojnë të kryesor. Manastirizimi Kumanovës dhe Shkupit. Qarë thash? Thash se pikrisht kjo struktur politike shqiptaro-maqedonse e etabluar 15 vite ka bërë që flas për Kumanovën edhe Shkupin ku i njohë rrethanat më mirë. Kumanovën nga qyteti me përqindje 40% shqiptar, atëherë ishte kur u ndan. Sot Kumanova do të kishte kryetarin shqiptar. 40 e ndan. E ndan Ljekovën, Kumanova sot ka 26. Nuk ka mundësi teorike. Po. Fillun në mënyrë masive ajo sindromin Prishtinë, Kosovë që ndodhi, tikin Kumanovarët.
në mungesë perspektivës. Kumanova sot nuk e ka kur. Faktori politik shqiptar në Kumanova nuk e ka kur ma të ndikim që e kishte fjala bie para 2001-shit. Pra nuk ka patur vëmendje tek zonat caktuara si që përmendi Kumanova, për natyrisht edhe Shkupin. Çështja e fundit shumë shkurtimisht, unë do ju pyes në fakt. A duhet të interesoj pak më shumë Prishtinës e Tiranës për ato çfarë po ndodh në Maqedoni, për arsye se ju e dini si janë zhvillimet edhe këtu, edhe në Tiranë, për ta përmbyllur këtë debat. Prishtinës dhe Tiranës nuk do të interesoj përderisa faktori politik shqiptar atje sillet kështu se sillet. Nuk duhet të interesoj. Nuk do të interesoj. Duhet të interesoj, po nuk do të interesoj. Do të ta tregoj një parashikim timin shumë shkurtimisht në zgjedhjet e ardhshme, pavarësisht në çfarë situate bëhen, shqiptarët Maqedoni do të marginalizohen edhe më shumë. Unë jam që një parti politike t'i marrë votat edhe të ketë përgjegjësi. Do të ndodhë. 3-4 deputet një parti tjetër, 7-8 një tjetër, 5-6 një tjetër, kështu që si nga të shpi kush pytet, gjithë kush pytet, po askush nuk merr vendime. Kjo do të ndodhë. Por që mos ndodhë kjo, megjithatë, ndoshta është me rëndësia jo që thotë që opozita të bashkohet, po problemi i liderit do të metet kush ka përgjegjësi në atë opozitë. Në studion e Info Magazinës isha me zotin Çanim Mehmeti dhe Fezi Hajdari. Faleminderit shumë që ishit pjesë së debatit. Kënaqësisht. Dhe faleminderit ju që na keni ndjekur deri në këto momente, vazhdoni të qëndroni më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.